Më shqetëson pozicionimi ynë lidhur me administratën e presidentit të ri amerikan Donald Trump. Qëndrimi i kryeministrit Christian Mickoski pas kthimit nga Amerika se duhet të mësohemi me këtë normalitet të ri dhe se kjo normale e re do ta pushtojë botën, është një tezë e rrezikshme. Këtë e thot ish presidenti nga radhët e LSDM-s Stevo Pendarovski. Ai vlerëson se Maqedonia si vend i vogël nuk guxon të vrapojë dhe të qëndrojë krah për krah me Trumpin kundër BE-s, duke pasur parasysh se vendet e mëdha masin dhe peshojnë me mençuri se ku dhe si do të pozicionohen. Ai shtoi se për herë të parë po ndodh që BE dhe SBA të jenë në anë të kundërta. Prandaj shtoi se është me rëndësi se ku pozicionohet RMV. Ne jemi vend i vogël, nuk jemi një superfuqi botërore, por nga më të voglat në Ballkan dhe nuk na ngjan të vrapojmë, të jemi të shpejtë dhe të parët të pozicionohemi përkat Trumpit. Nëse vendet më të mëdha të G7 nuk rreshtuan krah për krah me Trumpin pas zgjedhjeve, por përkundrazi po peshojnë, duke matur se cilat janë interesat e tyre dhe çfarë mund të arrijnë për vendin tuaj me një president të tillë amerikan, nuk mund ta kuptoj se çfarë është ky nxitim, duke ditur se ne jemi një vend shumë i vogël me pak burime. Për deklaratën e ish presidentit ka reaguar VMRO Dopëmoneja. Përmes një komunikate për media, ata thonë se Pendarovski i LSDM-s me ofendime direkte ndaj Trumpit dhe SBA-s shihet se LSDM ka praktisur përfundimisht kursin pro-perëndimor. Pendarovski nuk është kushdo nga LSDM. Qëndrimi i tij njëkohësisht tregon edhe frustrimin e kësaj partie ndaj VMRO Dopëmones dhe suksesin e qeverisë, e cila u pozicionua krah SBA-s. Maqedonia me qeverinë e VMRO Dopëmones është partner i besueshëm i SBA-s, ndërsa përfitimet për shtetin do të shihen në vazhdim. Tani është e qartë, thotë VMRO, se LSDM në mënyrë të rreme është paraqitur si pro-perëndimore dhe mezi kanë pritur një moment për të ndryshuar kursin.